si të shkojmë nga Shkodra në Korçë, me të njëjtën lehtësi të shkojmë nga Portugalia në Poloni, nga Shqipëria në Suedi. Dhe askush nuk do na ndaloj, askush nuk do na e bëj rastin e jetës, kur jemi të rinj edhe jemi atje dhe me patjetër duhet të rrim atje, se ndryshe nuk na jepet mundësia të shkojmë prapë. Jo. Kthehemi, shkojmë prapë, provojmë, kthehemi, pra ndryshon komplet perspektiva. Këto janë zgjedhjet e 11 majit në thelb. Dhe për këtë arsye ne duhet bëjmë çmosin që në këto zgjedhje të marrim rezultatin më të mirë të gjithë kësaj serie fitoresh, 9 fitore radhazi. Në 11 maj kemi radhën e 10 dhe duhet marrim një fitore me notën 10, duke filluar nga Tirana, ku qelli duhet jetë kufiri, qelli. Llogaritë aritmetike nuk vlejnë në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje vlen një llogari tjetër, llogaria e shqiptarëve me historinë, me të shkurën dhe me të ardhmen. E ardhmja, si asnjëherë më parë, është e materializuar në këto zgjedhje me një vot. Sepse na duhen një vit e gjysmë, jo më shumë se një vit e gjysmë, për t'i vënë të gjitha gjërat në vijë dhe një vit 2027 për të përmbyllur gjithçka. Dhe pastaj vetëm parlamentet e vendeve të tjera që do të jenë ngjarje emocionale dhe historike në vete, 27 ngjarje ku çdo parlament do votojë që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe të çojë në këmbë duar trokas Shqipërinë. Çdo parlament i Evropës. Tani, kjo është kaq konkrete, sa që e bën politikën shumë konkrete. Shumë konkrete. Të gjitha të tjerat janë të rëndësishme. Kanalizimet janë të rëndësishme. Rrugët janë të rëndësishme. Shkollat janë të rëndësishme. Spitalet janë të rëndësishme. Të gjitha janë shumë të rëndësishme. Patjetër pagat janë shumë të rëndësishme. Punësimi shumë, të gjitha. Por përtej të gjitha këtyre, dhe e lidhur drejt për drejt me të gjitha këto, qëndron ky moment. Mandati më i fortë deri më sot për Partinë Socialiste, për këtë forcë qeverisëse që 2030 ta gjejë Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian, ndër të tjera, se është dhe ana tjetër e medaljes, nuk është vetëm çështje lirish dhe drejtash, është dhe një çështje drejt për drejt e lidhur me ekonominë dhe me rritjen e mirëqenies. Disa